procesi i integrimit të teknologjisë në çdo aspekt të jetës sonë. Në mënyrë se si ne mësojmë, si punojmë, derisa si marrim shërbimet. Duhet të ndryshojmë kulturën tonë për të kuptuar që teknologjia është aty për të përmirësuar jetën e qytetarëve. Të mirat që sjell transformimi digital janë të shumta. Duke filluar nga koha që kursehet, nga parat që kursehen, me rritjen e produktivitetit të çdo kujt. Ka bëjë me transparencën, ka bëjë me advokimin dhe me pjesëmarrjen e qytetarëve në demokracinë digitale. Sfidat për të bërë një transformim rrënjësor digital në Shqipëri janë të caktueshme. Nëse flasim për qytetarin së pari, ka të bëjë me mungesën e qasjes së internetit në çdo skaj të Shqipërisë. E dyta ka të bëjë me aftësitë që kanë këta qytetarë për të përdorur këto mjete digjitale. E treta ka të bëjë me ndërgjegjësim dhe edukim në përdorimin e tyre në mënyrë sa më të sigurt. Pra siguria kibernetike është një problem i dytë. Por, nëse flasim për bizneset, ato duhet të angazhohen akoma më shumë. Duhet të krijojnë strategji mirëfilli të transformimit digital, ku aty brenda ato marrin përsipër dhe të angazhohen për të bërë investimin e nevojshëm për të bërë të transformim sa më të plotë. Stati ku ndodhet Shqipëria për sa i përket transformimit digital është mjaftueshëm i mirë. Pasi kemi sektor sikurse është sistemi bankar, sistemi i telekomunikacionit, sistemi i shërbimeve publike, të cilat janë mjaftueshëm mirë, por ka vend në sektor sikurse është sektori i edukimit apo shoqëria civile, ka vend për përmirësim të mëtejshëm. Ai që është e nevojshme të kuptojmë është për këtë transformim rrënjësor dhe gjithëpërfshirës në rastin e Shqipërisë, duhet të fokusohemi tek strategji mirëfilli, tek transparencë, se si bën zbatimin e tyre, tek aftësi teknike, tek financime të nevojshme që shoqëria ta përqafojë si tërë këtë transformim digital, të revolucion të fshehur. Roli që luan edukimi digital është i jashtëzakonshëm. Duke filluar që nga niveli bazë. Niveli bazë është aftësia digjitale që duhet të ketë çdo qytetar për të përdorur në jetën e përditshme çdo mjet digital që na ofrohet. Pastaj është niveli i dytë, i krijimit të specialistëve digital, të cilët të njohuri e kanë për të krijuar vlerë në çdo industri. Pra çdo banke, qeverisë vetë apo bizneseve të ndryshme, duhen ekspertë digital për të përdorur dhe për të krijuar pafund mjete digjitale. Dhe niveli i tretë është AICA, është ekspertët që kanë të bëjnë me aftësinë e tyre për të përdorur teknologjitë e avancuara, AI-n, blockchain e shumë me radhë, dhe kjo do të çonte Shqipërinë pararojë në përdorimin e mjeteve digjitale. Mundësitë për karrierë në fushën e transformimit digital janë të shumta. Përveç atyre klasike që ne njohim tashmë, që janë në fushën e programimit, që janë në fushën e rrjeteve e sigurisë kibernetike, tashmë janë bërë dhe akoma më të avancuara, pasi kemi ato në fushën e blockchainit, në fushën e inteligjencës artificiale, por nëse ne këto i marrim dhe i gërshetojmë tashmë edhe me sektorët klasik që ne njohim, të cilat kanë nevojë për një përshtatje dhe një lloj specializimi të caktuar. Pra si këto teknologji përdoren në sektorin e bujqësisë, përdoren në sektorin e turizmit, dhe këtë lloj specializimi është ai nevojshëm që Shqipëria duhet të fokusohet dhe të gjejë pikën e duhur.